محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Atë e adhurojmë, e vetëm prej Tij ndihmë e falë kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Zotit të madhëruar qofshin mbi vullën e profetësisë të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij qoftë paqja njashtu dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Besimtarë të nderuar, begatit dhe mirësitë e Allahut nuk kanë fund, janë të lloj-llojshme e të natyrave të ndryshme. Allahu ka vendosur që t'i begatoj robët e Tij me vende të ndryshme e me kohra të ndryshme. Ka vendosur Allahu që t'i jap rëndësi e mirësitë të veçantë tokave të shenjta, sikurse është Mekë dhe Medinë e ndritur, e po ashtu ka dhënë vlerë e mirësitë të veçantë kohrave të caktuara, sikurse është muaji I Ramazanit, e sikurse po ashtu është edhe ky muaj I madhëruar, muaji Dhul-Hijja, në të cilin tashmë jemi në të. Allahu I madhëruar nga ky muaj I Dhul-Hijjes ka vendosur që t'i jap mirësi dhe vlerë të veçantë fillimit të tij, e që janë këto 13 ditët e para, e që fillimin e tyre e kaluam ashtu sikurse edhe na porositën hoxhallarët tanë me adhurim dhe lutje dhe përmendje të Allahut të madhëruar. E pas këtyre ditëve pasoi edhe dita e 9 e këtij muaji, e që ishte dita e Arafatit, të cilët ata që mundën e agjëruan edhe shpresuan shpërblimin e faljes së mëkateve të 2 viteve, ashtu sikurse ka ardhur edhe në transmetimet e sakta nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më pas pason shpërblimi dhe festa, nga se kështu e ka edhe urtësia e Allah të madhëruar, që nuk lë fest apo nuk lë diçka që të gëzohen besimtarët me të vetë se ka një urtësi pra pasaj, apo e cila pason nga një mund I caktuar, sikurse është edhe Fitr Bajrami I cili pason pas Ramazanit, pas angazhimit në Ramazan, e po ashtu pas angazhimit në këto ditë të Dhul-Hijjes, Allah e pasoi me fest e që është dita e Bajramit. Mirë po, kanë mbetur edhe pak nga këto ditë të bekuara, kanë mbetur edhe 3 ditë pas kësaj dite të madhe që është dita e Kurban Bajramit. Edhe është quajtur në shariatin e Allahut Ayyamut Tashriq, apo ditët e Tashrikut. Sot jemi në ditën e 10 të Dhul-Hijjes, e këtu ditë fillojnë nga dita e nesërme, e 11-ta, e 12-ta dhe e 13-ta. Dhe me këto, Allah ka vendosur që t'i jap një mundësi, shtesë besimtarëve të Tij që t'i shfrytëzojnë këto ditë të bekuara të këtij muaji të bekuar që është muaji I Dhul-Hijjes. Është përmendur vlera e këtyre ditëve të fundit, e këtyre 3 ditëve të fundit që kanë mbetur në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e po ashtu edhe në librin e madhëruar të Allahu xhelle xhelalu. Thot Allahu I madhëruar në Kur'an: "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." E përmendeni Allahun në këto ditë të numëruara. Është ardhur në tefsirin apo në komentimin e këtij ajeti se këto ditë të numëruara janë këto ditë që ne I përmendëm. Dita 11, e 12 dhe e 13 e muajit Dhul-Hijja. Për vlerën e këtyre ditëve kanë ardhur edhe hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga to urdhri I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që këto ditë të shfrytëzohen për gëzim, për hare, për hëngër dhe pirje, e po ashtu të përmendet Allah I madhuruar.
ka ardhur në Sahihun e Muslimit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ayamu at-tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah", ose wa dhikrillah. Ditët e tashriqut janë ditë ku hahet, pihet dhe përmendet Allahu i madhëruar. Shohim në këtë hadith se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dy pjesë. Pjesën që ka të bëjë me trupin ton dhe pjesën që ka të bëjë me zemrën ton. Nga se kjo është edhe mësim madhështor nga dini jon, që çdo herë duhet të përkujdesemi për të dyjat. E nëse lëm një mango, atëherë kujdesa nuk është e plot. Na tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se këto ditë janë ditë ku hahet e pihet. E kjo është kujdesi për trupin. E kjo është mirësi nga Allahu i madhëruar, që këto ditë të shfrytëzojmë duke u kënaqur, duke pasur hare, duke manifestuar edhe me hëngre edhe pirje, e po ashtu pas kësaj tha wa dhikrillah, e po ashtu që ta falenderoni edhe ta përmendni Allahun e madhëruar. E kjo është ushqimi i zemrës. Nga se po nuk u ushqye zemra, u ushqye trupi, që zemra do smuret dhe do përkeqëson raportet që i ka me Allahun e madhëruar. Adhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na porositet që të qëndrojmë gati këtyre dy anëve. Të qëndrojmë gati anës së trupit ton, që është ana fizike, dhe të qëndrojmë gati zemrës tonë, që është ana shpirtërore. Përmendja e Allahut manifestohet në forma të ndryshme. Thamë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se në këto ditë përmendet Allahu. Ne e dim që Allahu përmendet edhe jashtë këtyre ditëve. Madje Allah ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar, shumë përmendeni Allahun, ta përmendeni Allahun shumë. Kështu ka ardhur urdhër në Kur'anin e madhëruar. Mirë po është veçuar në këto ditë, për shkak se këto ditë thamë që janë të veçanta dhe mirësia është më e madhe nga ditët jashtë saj, apo jashtë këtyre. Manifestohet në forma të ndryshme. E prej tyre është, siç ka ardhur edhe urdhri nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që në këto ditë të përmendet Allahu pas çdo namazi, sikur se tekbiret që manifestohen edhe në mesin tonë, pas çdo namazi këndon tekbiret. Kjo është një lloj manifestimi i përmendjes së Allahut. Pastaj është edhe përmendja e Allahut gjatë thirrjes së qurbanit, e që është urdhër po ashtu. Pastaj përmendja e Allahut bëhet edhe gjatë ngrënies dhe pirjes. E përmendëm se në hadith ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se në këto ditë hahet dhe pihet. Mirë po jo vetëm kaq, mirë po edhe falenderohet Allahu i madhëruar. Sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kënaqur është Allahu me atë rob i cili kur ha e falenderon Allahun dhe kur pi e falenderon Allahun. Këto janë disa nga llojet e manifestimeve se si përmendet Allahu në këto ditë të bekuara. E mos ta lëm anash po ashtu dhe përmendjet e përgjithshme, sikur sa në tasbih, me thënë subhanallah, me thënë alhamdulillah, me thënë la ilaha illallah dhe me thënë Allahu akbar. E po ashtu nga pjesa përmendjes së Allahut, padyshim se është edhe lutja, ashtu sikur se është edhe transmetuar nga të parët tanë se luteshin po ashtu deri në ditën e 13 të këtij muaji të bekuar. Luteshin në ditën e para e po ashtu edhe në fund. I shfrytëzonin këto mundësi, nga se shfrytëzimi i mundësive është nga mençuria dhe urtësia e besimtarit. Po ashtu, besimtarët duhet të kenë kujdes edhe që të largohen nga mëkatet, nga se mëkatimi i Allahut në këto ditë nuk është sikur sa mëkatimi i Allahut jashtë këtyre ditëve. Ashtu sikur sa Allahu i dha vlerë të veçantë adhurimit dhe ibadetit në këto ditë, po ashtu edhe dënimi dhe çortimi për mëkatet është një sikurse edhe mirësia, sikurse shpërblimi edhe dënimi po ashtu është një lloj. Andaj duhet pasur kujdes që besimtarit mos e mëkatë Allahun asnjëherë për gjatë vitit. E sidomos në ato vende që Allahu ka ngritur vlerën dhe në ato kohra që Allahu po ashtu ka ngritur vlerën. Kërkoni falë nga Allahu, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam se këto ditë janë ditë të ngrënies dhe pirjes. Mirë po duhet pasur parasysh se edhe kjo ka një mas të caktuar. Ndaj edhe festimi, edhe ngrënia ushqime dhe pirja pijeve të ndryshme nuk duhet të tepruohet, nga se me këtë nuk është i kënaqur Allahu i madhruar. Allahu kënaqet kur ne i manifestojmë këto ditë duke shfaqur begatit tona, duke ngrënë, duke pirë, duke u veshur bukur, mirë po padyshim se ju duke tepruar.
Ashtu sikur se ka thënë edhe Allahu i madhruar në librin e tij famlart, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani e pini, mirë po mos e teprani, nga se Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Me këto fjalë të shkurtra, desha që t'i drejtojmë vetes time dhe juve, që t'i shfrytëzojmë mundësitë që Allah i madhruar na ka lënë në këtë botë. Nga se ditët kalojnë, e po ashtu dhjetet tona kalojnë, edhe pastaj në ditën e gjykimit nuk është pishman njeriu për asgjë më shumë se sa lënien dhe braktisjen e mundësive që i ka lënë sa ishte gjallë. E më pas nuk ka më kthim mbrapa. Ashtu sikur se këto ditë shkuan dhe nuk kthehen, ashtu edhe jetët tona kur shkojmë nuk kthehen. Nuk e dim se për kë presin ditët e ardhshme të Dhulhijhes, po ashtu të Ramazanit, e për kë nuk presin. Andaj të shfrytëzojmë këtë mundësi, të shfrytëzojmë këtë begati të Allah të madhruar siç e ka lënë, edhe që të takojmë Allahun nesër faqebardh, e të lumtur që i shfrytëzuam begatitë dhe mirësitë e Allahut, e që të mos jemi pishman për atë sa është e mundur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah. Barakallahu fikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.